keq që lufta po zgjat kaq shumë me shkatrime të tmerrshme, biles do thoja nga të dyja palët. Ka pasur domethënë goditje të ndryshme në rafineritë e naftës, në sistemet energjetike, qytete të tëra që nuk kanë as dritë, as gaz, as ujë, as drita. Këto ndikojnë sigurisht, të biles sot është me 3 ditë më shumë zgjat kjo luftë më tepër se sa lufta e dytë botërore ku përfshi Bashkimin Sovjetik. Pra është një luftë e stërgjitëzgjatur dhe është koha ndoshta për të bërë hapa konkrete. Le të shpresojmë që ndoshta edhe sot presidenti Putin do të kleronte në një diçka më konkrete për sa i përket domethënë afrimit të përfundimit të luftës, po ka të ngjarë që fundi i luftës është akoma shumë larg. Ne e dim se Putin e nisi luftën si një operacion special, do i shuaja në thonjza me pritshmërinë përfitore të shpejt, por edhe rrëzim të kevit nga ana tjetër. Mendoni se gaboi Kremlini totalisht me vlerësimin e Ukrainës apo të gjithë arkitekturën e sigurisë europiane? Flitet që ka pasur domethënë një keq vlerësim të situatës, gjithmonë ku ka dështime, diku ka dhe tradhti. Dhe flitet që ka pasur domethënë informim jo i saktë i presidentit Putin nga disa nga domethënë varësit e tij, të cilët kishin në vëzhgim Ukrainën dhe edhe sot e kësaj dite domethënë vazhdojnë qarkullojnë zëra që modeli se si duhet veprohej në Ukrainë ishte ajo që si vepruan Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Venezuelë. Ndërkaq, apo shemet edhe miti historik zoti Pumoj makinerisë ushtarake të pamposhtur ruse pasi ndryshe nga lufta e dytë botërore ku ushtria e kuqe përfundoi në Berlin, sot forcat ruse janë të bllokuara në Donbas? Janë të bllokuara, po përparojnë gjithsesi dhe le të themi që le të shpresojmë që kjo luftë nuk do të eskalohet, sepse në qoftë se do të kalonte limitet e një lufte konvencionale, atëherë do të ishte keq për të gjithë, jo vetëm për Rusinë. Flas këtu sidomos për përdorimin e raketës Oreshnik, që para 4-5 ditës më u zgaboi u përdor për herë të dytë në Ukrainë. Në qoftë se biles edhe të shikojmë trajektorin e goditjes me koka domethënë të kësaj rakete, le të themi që këndi i rënies së këtyre domethënë kokave të goditjes ishte i ndryshëm, pra ky ka qenë një vazhdim i eksperimentit të kësaj rakete domethënë të re që shumë kush në perëndim deklaronte që është një blof, edhe që Rusia nuk është në gjendje të prodhojë gjëra të tilla, po mbas ai kanë prodhuar me çipat e lavatriçeve që cili ka lejuar perëndimit të importojë. Gjithsesi, domethënë kjo raketë është domethënë nuk ka kundërpërgjigje në perëndim, është e pakapshme nga çdo lloj radari, është domethënë një raketë që vjen del në kosmos dhe kthehet mbrapsht dhe godet nga kosmosi, mund të ketë nga 6 deri në 36 domethënë koka me mbushje si bërthamore por edhe konvencionale. Kjo raketë që goditi biles ishte pa mbushje fare, por duke pasur parasysh shpejtësinë e madhe kinetike dhe energjinë e madhe kinetike të raketës që shndrohet, domethënë të gjithë pjesët përbërëse të raketës, përfshirë dhe metalet, kthehen në plazmë, ajo ka një forcë të jashtëzakonshme shkatruese. Imagjinoni po të kishte gjithashtu edhe eksploziv në këtë raketë. Pavarësisht nga kjo, raketa zhduku një nga, le të themi, depozitat më të mëdha të gazit në Europë, ku domethënë ruhej pothuajse gjysma e gazit në Ukrainë flitet, nga ana tjetër është goditur uzina për mirëmbajtjen e avionëve F-16, domethënë edhe një aerodrom aty afër në Lvov, që është 50 km në kufi me Poloninë. Ky është një mesazh, sepse ishte një mesazh jo vetëm për të dëmtuar Kievin, por ishte një mesazh për vendet e NATO-s që situata mund të përkeqësohet në qoftë se ata do të vazhdojnë të hedhin benzinë në zjarr. Mirë, zoti Pumo, nga ana tjetër Zelenski ka folur dhe për rikthim të praktikave të dhunës masive të shekullit të 20, por me teknologji moderne sipas tij. A mendoni se po shohim tashmë një formë të re të luftës totale ku civilët janë tashmë objektivi strategjik? Po nuk besoj që civilët janë nga ana ruse janë një objektiv strategjik, po të ishin një objektiv strategjik ata do të
do të goditeshin në mënyrë sistematike, sigurisht që ka viktima dhe nga ana civile, ka pasur goditje të ndryshme edhe nga njerë janë devijimet nga forcat kundërajrore, nga njerë janë goditje të qëllimshme të trupave ruse të pallateve të ndryshme, kur sipas tyre ka qenë domethënë e përqendruar prodhimi privat, le të themi, i dronëve. Ai është përqendruar, nuk ka uzina domethënë të përqendruara ku ato përgatitjen, po përgatitjen domethënë me vende dhe ka informator sigurisht që informojnë rusët se ku ndodhen këto pika dhe ato pastaj goditen. Nga ana tjetër, rusët deklarojnë që janë ukrainësit ata që shënjestrojnë më tepër civilët, biles ka pasur një krim të rëndë që në Perëndim pothuajse nuk e përmendin fare. Ka qenë një goditje domethënë në natën e vitit të ri të një mbrëmje domethënë për vit të vitit të ri ku u vranë mbi 50 veta domethënë në kufitën afër në zonën e Donjeckut dhe e Donbasit dhe mes tyre 2 fëmijë dhe 14 fëmijë të plagosur. Ka qenë një krim i jashtëzakonshëm. Kjo është dhe arsye që ndoshta një arsye më tepër do të thoja që përse rusët përveç domethënë inkursionit Ukrainës kundër rezidencës së Putinit, gjithashtu dhe me këtë sulm tjetër, siç e deklarojnë ata barbar, ata morën domethënë vendimin që të godisnin me oreshnik domethënë Lvovin. Në fillim biles ishte flitet që ka qenë një insight që raketa do të godiste Kievin, pastaj ka ndryshuar mendim dhe kanë goditur Lvovin. Dhe për ironinë e fatit, në Lvov asnjë person nuk u vra. E qartë. Zoti Bum, nga ana tjetër, mendoni se po shndrohet konflikti tashmë në një luftë toksore, nga një luftë toksore në një luftë rajonale me ndikim global, pasi e dim tashmë se lufta është trirë edhe në detin e Zi me sulme ndaj anijeve tregtare sigurisht, por edhe infrastrukturës energjetike. Po, është një kaos total dhe tashmë ka filluar edhe Rusia të godas anijet. Ajo fliti që ka pasur një marrëveshje mes Rusisë dhe ndërmjetësinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të mos goditur në anije civile dhe ishin ukrainësit të parë që goditen, filluan të godisnin anije të ndryshme dhe cisterna të ndryshme ruse, dhe po dhe jo vetëm ruse, por ato që shkonin në portet e Rusisë, ka pasur edhe anije turke, greke, domethënë të flotës të fshektë, siç thuhet, dhe ka pasur dronë të ukrainësit që i kanë sulmuar. Dhe në këtë mënyrë Rusia i ka dhënë të drejtën vetes, gjithashtu të godas anije, domethënë të flotës civile ukrainase, duke deklaruar që këto janë anije që furnizojnë regjimin e Kievit. E qartë, mirë, zoti Pumo, për ta mbyllur pyetja e fundit, pasi kemi arritur në fund. Zelenski nga ana tjetër thekson se mbështetja amerikane dhe europiane është vendimtare për mbijetesën e Ukrainës. Mendoni se Ukraina është ende tashmë një kauz strategjike për perëndimin apo po kthehet nga ana tjetër në një barë afatgjatë politike? Sigurisht që domethënë hesapet janë të ndryshme në perëndim për sa i përket Ukrainës. Nësa administrata e Trumpit sinqerisht po mundohet të mbarojë këtë konflikt dhe le të themi Rusia me kushtet e veta do të dëshironte të aprofundonte këtë konflikt, sigurisht me kushtet e veta, pra po flasim për Donbasin, për domethënë respektimin e drejtave të njerëzit, për denazifikimin e shoqërisë në Ukrainë, për le të themi kufizimin e armatimeve dhe të ushtrisë në Ukrainë, domethënë janë gjëra teknike pastaj që Rusia i synon. Por nga ana tjetër, domethënë është pjesa tjetër e perëndimit që sigurisht edhe ajo pavarësisht në vendosmërisë të vet për të mbrojtur dhe për të ndihmuar Ukrainën deri në fund, deri tashti domethënë përveç armatimeve që kanë qenë konstante, do të thoja që deklaratat që ato do të dërgojnë ushtritë e tyre në Ukrainë janë pa shumë kredibilitet, sepse flitet që sigurisht që kjo është për të mbas luftës, por ka dhe mendime të tilla që domethënë këto forca ushtarake mbas luftës në kohën e arritjes së paqes do të shkonin në Ukrainë jo kundër Rusisë, por për të kontrolluar Ukrainën dhe ku shkojnë ato, domethënë investimet e mëdha që janë bërë dhe do të bëhen dhe vazhdojnë të bëhen në Ukrainë. Perëndimi, domethënë taktika e perëndimit është e qartë, ata po mundohen të durojnë sa të jetë e mundur të gjithë kohën e të qenurit të Trumpit në pushtet, dhe pastaj të shpresojnë për zgjedhje të ardhshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku mund të fitonte një kandidat i mundshëm demokrat dhe të rikthenin fuqinë e le të themi e liberalëve të majtë në arenën botërore.
E qartë. Mirë, zoti Puma, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet. Ishte kënaqësi. Edhe për mua, gjithashtu. Faleminderit shumë. Mirë, të nderuar teleshikues, ishim me gazetarin zoti Misha Puma, do ta mbyllim këtu këtë pjesë të parë dhe më pas rikthehemi në pjesën e dytë për të ndalur te Kosova dhe Serbia.